Në fshatit e Gjema, këtu në fshatin Bunjak, sa është afër nga qendra ma afër të rurale, kësi urbane? Po prej Prishtinës i ka 40 kilometra, prej Gjilanit i ka dikun 25 kilometra, prej Kamenicës 25 kilometra. Dhe keni një objekt tu, të lash, turistik, natyrisht që është atrakcion të reks, por edhe natyrë, një sinkronizim i mrekullueshëm, si të themi këtu, ambientim me natyrën. Sa është atraktive për vizitorët? Po shumë atraktive se mund të themi me përgjegjësi të madhe që është i vetmi turizëm rural, domethënë që kemi shkuar në Etna të gjitha, është këtu tek ne. Me një ide krejtësisht të re, domethënë kemi restoran, muze, kemi objekte të vjetra si që po shifën këtu. Për jashta janë domethënë krejt janë antike, por mbrana janë të rregulluara shumë mirë dhe janë shumë të rrezikshme për njerëz pasi që njerëzve ju ka ardhur ngjyra, zhurma, të gjitha ju kanë ardhur majet hunës dhe janë shumë të interesuar që të dalin në zona rurale. Është një qetësi e mrekullueshme, është një ushqim tradicional shumë i mrekullueshëm, të gjitha janë bio dhe është shumë tërheqëse për njerëz këtu. Jeni, po duket, bukur numër i antarëve të familjes, gjithë jeni të angazhuar këtu? Po jemi një familje, me djem me krejt. Jemi një familje 12 antarëshe, mburëm që jemi një familje ashtu. Tu i falenderoj familjes, po edhe biznesi po ekziston dhe po punon mirë. Të gjithë janë të angazhuar. Si tash në bashkë, në përgatitje të ushqimit, në shërbim të ushqimit, janë të gjitha, e tërë familja është e angazhuar në... Pak sa dimri është, i ka veçoritë, po natyra, sidomos verës këtu është, dhe vizitorët a vinë edhe dimrit, a sidomos verës. Po shikoni tash, mund të them me përgjegjësi të plot që janori dhe shkurti pak janë sa problem, se për ndryshe besa dhe gjysa dhjetorët, kurse këta 9 muaj gjys janë shumë të mirë. Gjemal, keni pas mundësi ju që të krijoni edhe kushte dhe më të mira, kemi pas donatorë tu që kanë ndihmu këtu, natyrisht ju jeni edhe përcaktuar për këtë natyrë, për këtë specifik, të këtij lloji. Po shikoj. A kishi përmirësu diçka, po të kishi mundësinë, të kishim jetë? Një grant e kemi në fillim në 2005 ne kemi marrë prej kërin internacional, ku nuk e dimi asë veç asin një veron dhe pak renovim, mund të thëmë, asë 2.000 euro shumë nuk ka qenë ai donacion, i cili nuk ka dhonë se s'kem pas qasje që të dim sa na kanë dhonë, kurse tjetërin... Pak më vetëm edhe prezencën t'ju i ndipis aty, për çka ishin ata? Po, janë në monitorim, na kanë dhonë në vitin e parakalum, një grant prej 4.060 eurove. Ku na kemi konkuru për një grant prej 6.000 eurove, ata kanë përmirësu diçka kanë jek, ko gjënja 2.000 euro i kanë jek, dhe na kanë dhënë 4.000 euro. 4.000 po kanë kry punë ku kemi ndërtu. Këtë objekt kemi ndërtu, atë objekt dhe kemi bën një zgjerim këtu pak në restoran. Ja ka vlerë shumë. Me të vërtet që me pas sukses, halo sukses më të mirë, që me mujt me punësu njerëz, halo tjerë, vynë ende grande, po tash me të vërtet familja e madhe ka dhe përgjegjësi të mëdha. Janë fëmija të gjithë në shkolla, përveç një vogël, të gjithë janë në studime, në shkolla të mesme, në fillore e tjera. Nga këtu i kanë të ardhunat, mundësit për të shkolla? Po tjetër burim të ardhurave, nuk kam përveç të ardhurat që rrjedhin prej këtu.